Një aksident me 3 mjete është regjistruar në aksin rrugor Korç-Maliq në kryqëzimin e fshatit Lumalas. Sipas informacioneve paraprake, një mjet që lëvizte nga Korça drejt Maliqit ishte ndaluar në krahun e djathtë të rrugës për të kaluar në anën tjetër, me sinjal të hapur. Në ato momente, një mjet i tretë që vinte në të njëjtin drejtim ka goditur automjetin përpara tij dhe më pas edhe mjetin tip Benz të ndaluar. Si pasojë e përplasjes, një nga drejtuesit e mjeteve ka mbetur i plagosur, ndërsa 3 anëtarë të një familje mes tyre dhe një imitur janë transportuar në Spitalin Rajonal të Korçës për kontroll mjekësor. Policia ka shoqëruar drejtuesin e mjetit të tretë, i cili dyshohet se është shkaktari i aksidentit. Ndërkohë, aksi Korç-Maliq, veçanërisht kryqëzimet e tij, vijojnë të mbeten problematike për aksidentet në rrugë. Ka ndërruar jetë në Spital Krenar Çekiçi, 45 vjeç, një nga drejtuesit e mjeteve i përfshirë në këtë aksident. Mësohet se ai shërbente punonjës në burgun e Drenovës dhe nuk ka mundur të mbjetoj dot plagëve të marra, duke ndërruar jetë në Spitalin Rajonal të Korçës, ku ishte transportuar për trajtim mjekësor.